Normal se janë fëmija dhe i kur je pa fajshme thu hajde ta xjerrit drejtën teme, ti shkoj deri në fund, hajde të marr hak të ai si ta ka bon. Gjatë pas daljes nga burgu, ju jeni përballur me dhun nga ish-bashkëshorti juaj dhe mungesë të tekstuar nga institucionet shqiptare. Në këtë Shqipëri Dhunën nga ish-bashkëshorti kam pas prasë me dalë se kur kam dalë mrapa s'kam pas kontakte me ta dhe nuk më intereson më. Fëmijin i kam krah edhe i du fort edhe më donë fort e bojnë dy. Për sa i përket kërcënimeve tjera, janë kërcënime si më lanë 72 orë jetë, por prap nuk kam frikë, nuk dorëzohem. në këtë Shqipëri të rilindur, si u ndjet ju si një grua e vetme që kërkon të jetojë e qetë me fëmijët e saj? Ajo nuk ekziston, nuk ka Shqipëri, Shqipëria është bën më zi se sa me kënë Kolumbi. Keni hasur vështirësi pas daljes nga burgu, si jeni përshtatur me shoqërinë, me të afërmit tuaj, si ka qenë qasja tyre ndaj juaj? Nuk kam pa për buzë se kur dola në media thash të vërtetën si sa vërteta, çdo gjë ka shku në vend vet. Po mos kisha dalë në media me thonë të vërtetën ashtu siç është, mos kisha pas drejtoreshën e burgut me thonë të vërtetën ashtu siç është, normal se ka kënë një urrëtie. Si është të jesh e pastre në një vend të huaj, me një emër të mballni supesh te kur jeni dhe ju, po pa asnjë mbrojtje reale? Shumë e vështirë. Ju jeni akoma duke kërkuar për azil në Gjermani, mos gaboj, apo? Jo, kam marrë në Shqipëri, por kam marrë dhe jam këtu, jam krenore si jam në Shqipëri, punoj, jetoj edhe si ashtrajdore në askuj, nuk ja lëshoj rrugën në askuj, vetëm dy gjona i kërkoj shtetit tem, jo kryeministit, se kryeministi nuk është për ne, nuk është për shqiptarët, nuk është për Shqipërinë. Çfarë kërkoni? Kërkoj vetë të dënohet para drejtësisë ata persona si janë me maskën e veshur me pushtet, si bojnë kërcënime me uniform edhe pa uniform. Kuptoj. Kur në vitin 2020 kanë dalë pretendime për bashkëpunim të Martin Camajt me UBT-n. Ju keni shpërthyer në mbrojtje të figurës së tij. A ndjeni sikur e gjithë trashëgimia juaj po sulmohet nga të gjitha anët? Normal. Por besën ja kam lënë hoxhës tem edhe pse nuk e njoh. Nuk ka leja loj person si hill bolt mita. Po hub fora jeme krejt. Nuk kanë leja la Zora Gjisi për menin e emrin e tij, se ajo është në shkrimtarët më të mëdhenj të kombit e të ballkonit të Evropës sot. Jo do zhulosh që si dalin edhe nuk e din ç'a flasin rrallë parë. Ata si thonë për hoxhën të ashtu, ata janë pjesë e UDB-s, janë pjesë e spion dhekut vetë. Se e di kush janë, e di qa janë, edhe i kam kërku me kënë edhe për balë me ta, po nuk më kanë ardhë. Unë e kam morë dosjen e hoxhës, e kam bo liber. Po. Do isha shumë krenar me ta dhoni kopje me lexu qa ka jo liber në ta. Unë i kam morë dosjen në shtet, e kam bo dosjen liber. Çdo flet është vetëm me fakt edhe vetëm me provë. Flet dos vetë, s'kam nevojë me folun as pak. Si janë gjetur familjarët tuaj në këtë qasje që ju keni ndaj xhaxhait tuaj? Mbrojtjen që ju i keni bërë atit ose sulmeve që janë bërë atit. Si ka qenë qëndrimi familjarëve tuaj? Krenar. Të kanë mbështetur, të kanë suportuar? Jo, nuk du kërkan, du vetëm suportin në mbështetjen e Zotit. Hoxha është fryma jeme, është jeta jeme, është drita jeme dhe eci jetoj vetëm për ta besën e nëse vetëm për ta marrë frymë. Juve keni qenë e zonshme në protesta, në mbrojtjet e protestave studentore dhe kundër qeverisë. A ndjeni ju sot më shumë se një aktiviste apo si një zë që kërkon drejtësi për vete pikës pari dhe pastaj për të tjerët? Në drejtësi nuk e kërkoj vetëm për veten, e kërkoj për krejt. Se me pas drejtësi nuk rriten fëmija në shkollë, me pas drejtësi nuk bahen të lojnë rrugësh e therash e birash. Po s'ka drejtësi. Vetëm një gjallë llogarete, kur i Zoti shpisa pes, çdo gjë mrapa bëhet pes. Ty janë nis qysh te kryeministi, si është i Zoti shpisa, është i zhytur në dhomë, çdo gjë e ke dhomë.
A ndjeni ndonjëherë në faj për vendimet që ju keni marrë në kohën e kaluar, se si këto vendime që ju keni marrë kanë ndikuar te jeta e fëmijëve të tu? Dhe kur ndodheni vetëm me veten, duke qenë se jeni edhe një poete dhe e kuptoni shumë mirë këtë botën, kur jeni vetëm me veten tuaj, çfarë kuptoni ju aty? Çfarë mendime ju kaloi në kokë? A thua po sikur ta kisha bërë ndryshe këtë? Unë tham edhe tham me plot shpirt. Po t'ishin fëmija mi dikun një shtet tjetër, unë e di se çfarë vendimit e çfarë mendet kisha me morë këto. Njëri çdo gjë që ban, pranohet hina janë fëmija, ata më thonë, është e Mesa Martin Camajt. Por diçka kisha thonë, kisha thonë Zotit, falja Axhës tem 10 vjet jetë dhe me kanë gjallë me pa këta pisa që bajnë. Po fëmijët tuaj si janë ndjerë gjatë kësaj periudhe? Mirë, fëmijën i kam shok, nuk i kam fëmijë, po i kam shok, i kam gjithçka. Jam njeriu më i lumtur e mon botë me 2 hyje, s'ja kam kuj lakmin ton botë për ta. Nëse do kishit mundësinë sot të flisni ndonjë foltore përballë gjithë Shqipërisë, çfarë do thoshit dhe ku do ja drejtonit ju fjalin tuaj të parë dhe të fundit? Krypisit Shqipërisë. Sa i ka kap gjykatën, ka kap prokurorin, ka kap policin, ka kap zyret e kadastrave të herë si janë katastrofë, se unë punoj me agjenci mobiliare pronash, por i ka kap i ka shu njerëzit në atë pikën e ekstremit, ku nuk janë zot si hapin derën e shtëpisë, me thonë, o zot, a mund shkojmë te toka jonë sot? Dhe në këtë pikë. Çfarë do i thoshit kryeministrit eksaktësisht? Me çfarë fjale do i drejtoshit atit? Për momentin i drejtohem i tham jam e Mesa Martin Camaj, si ka thënë së gjuhën shqipe dhe flas gjuhën e Axhës. Si e dyta i tham merre librin e lexoje dhe shikoje çka ka librin ta. E bojnë 2. Po duhet me lexu me kujdes se ai nuk e kupton shqipen ton. Kupton shqipen e Vučićit ai. Atë shqipja e shqiptarëve me shqipen e Vučićit janë 2 të kundërta komplet. Keni ndonjë mesazh që doni ta përçoni tani së fundmi? Qof fëmijëve tuaj, qof njerëzve që ju kanë mbështetur, kujdo. Unë i falenderoj Zotin rrallpore 2 fëmijën e mi e njerëzit që kanë pas në krah ditën më të ngushtë e ma. Prapse i drejtohem kryeministrit të Shqipërisë. Me një mesazh që e kam një të më kanë lënë 72 orë jetë. Interesohet gjendja kur shon se çe besa poezia tonë i dham kryt. Unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për këtë intervistë. Te falenderoj ty shumë, të prifte mora. Edhe tham luma jo non si të ka rritë edhe mos u bë pis me motorina tjera.